që ka prit e përcjell shumë bie të këtij vendi të beku. Me gëzim të madh e kujtoj atë mëngjes shtatori, kur varzat e djelmët e vegjël hyn në klas me zemrën që u brofte prej gëzimit, me sytë që ngriqin ma fort se rrezja e diellit, e me dëshirë të madhe për dituni e kulturë. Zani i tyne, zhurma e ëmbël e abetares, shkrimi e leximi i gjuhës së nanës ishin tingujt ma të bukur, e ju i tregut aq mirë në festën e abetares. Eja me mua, u thojsha çdo ditë. E ju vinit me dëshirë, largoheshit të mbushur me dije e emocione të reja. Kalut sfida që lypin punë e përkushtim. S'po di çka me kujtu ma parë prej këtyne 5 vjetëve, veprimtari, projekte, ekskursione me vende historike e kulturore. Por një gjë du me ju a thanë, këto vite kanë lanë mbresa të pashlyeshme në zemrën tuaj. Sot jeni rrit e dini si me ja dalë. Nuk kam merak, as unë, as mësuesja juaj e parë. Ndaj, më lejoni me e thanë prapë, eja me mua, se duhe me ju pasërish në shtator, bashkë me plot mësues të dashtun e profesionistë të Zotit. Ju uroj shumë suksese në rrugën tuaj drejt dijes.